Atëherë mirë ditë të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit. Jemi këtu me dy lojtarët e kombëtares Sokol Sikalleshe dhe Netip Bajrami, të cilët do të përgjigjen pyetjet tuaja. Skuadra ka nisur tashmë grumbullimin për dy ndeshjet e ardhshme zyrtare kualifikuese të Europianit 2024 ndaj Çekisë dhe Polonisë. Ne do ta fillojmë me pyetje për Sikalleshin dhe më pas do të vijmë me Bajramin. Albana. Përshëndetje, Albana Beku, Supersport. Sokol, jemi në një moment, më të themi, shumë decisiv sa i takon të ardhmes së kombëtares dhe ripërsëritjes së ëndrrës për të kualifikuar sërish në Europian. Ju e keni këtë mentalitet, e keni, le themi, e keni bërë një herë këtë rrugë, kështu që besoj që do të jetë ndoshta një peshë ekstra për ju lojtarë që e keni arritur atë kohë që të drejtoni disi këtë grup tjetër të rinj për t'ia dalë në dy ndeshje me shumë presion? Normalisht mendoj se ky grumbullim është një nga grumbullimet më të rëndësishme të kombëtarës gjatë gjithë këtyre viteve. Janë dy ndeshje që duhet jemi shumë fokusuar dhe angazhimi duhet jetë maksimal. Sigurisht për mua është një kënaqësi e dyfish sepse siç e thatë dhe ju e kam përjetuar herën Europianin dhe në qoftë se do ta përjetoj për herë dytë do ishte karriera më kombëtare do kishte një kuptim tjetër. Tani shpresoj që si unë dhe lojtarët e tjerë që e kanë arrit një herë Europianin 2016 të mundohemi të bëjmë diçka më shumë edhe jashtë fushë për të dhënë mesazhin e duhur tek grupi që fokusimi dhe angazhimi të jetë maksimal. Në aspektin personal, vini në një formë shumë të mirë, në 360 minuta keni shënuar 3 gola në këtë sezon, ndërkohë që edhe një pjesë e mirë e sulmuesve, po ashtu kanë pasur minuta, po edhe kanë shënuar. Si e sheh situatën në repartin e sulmit, duke nisur nga vetja, po edhe në raport me kolegët e tjerë në sulm? Jemi në fillim të sezoni dhe është e vërtetë, pothuajse të gjithë sulmuesit e kanë nisur mirë me gola. Kemi bërë detyrën, kemi marrë benefitet e asaj pune që kemi bërë gjatë fazave përgatitore. Sigurisht që për të pasur sukses do të funksionojnë të gjitha repartet dhe besoj që me përgatitjen që do bëjmë edhe këto ditë, edhe pse janë pak ditë, do bëjmë maksimumin që edhe në fushën e lojës në këto dy ndeshje, si sulmuesit po edhe lojtarët nëpër repartet të tjera të japin më të mirën e tyre për të arritur fitoren apo rezultate pozitive në këto dy ndeshje, sepse vetëm duke dhënë 100% ton, besoj që mund të arrijmë ato rezultate. Sokol, përshëndetje, Kristi Sardari, Panorama Sport. Vendoset të qëndrojnë në Turqi dhe me sa duket ishte zgjedhja e dur, duke parë atë që keni bërë ndeshjet e para. A beson se do jetë ky viti Sikalleshit në aspektin e klubit dhe me kombëtaren? Shiko, unë ndjehem mirë në Turqi, sepse kjo është tashmë viti i 8 dhe disi është më e lehtë për mua, sepse tani e kuptoj shumë mirë ligën dhe kampionatin turk. Unë vazhdoj të punoj çdo ditë me të njëjtën seriozitet dhe benefitet po ja marr në fushën e lojës. Nuk duhet ngutem të them do jetë viti im, sepse tani është e vërtetë që e kam nisur mirë, por të mbajtur vazhdimsinë është akoma edhe më e vështirë, kështu që m'ngelet për të punuar akoma më shumë dhe po ashtu edhe këtu në kombëtare, vetëm se me seriozitetin e përditshmërisë, duke u marrë dhe me detajet tashme, vetëm kështu mund të vazhdoj të bëj diferencën. Përndryshe, nëse do kënaqem me një fillim të mbarë në Turqi, është diçka e gabuar. Ajo çka është më rëndësishme është që unë të vazhdoj të punoj çdo ditë dhe mos kënaqem asnjëherë. Në listën e trajnerit shohim rreth 7 sulmues, shumica vinë me gola, një ndër ta. A do të thotë kjo që nuk do kthehemi pa gol nga Çekia? Shiko, këto dy ndeshje janë mjaft decisive, nuk normalisht më e mira do ishte që të shënonim sa më shumë dhe të merrshim rezultatin, merrnim 3 pika dhe do ktheheshim të gjithë gëzuar. Por nuk është kaq e lehtë, sepse Çekia është një ekip shumë i mirë, po ashtu Polonia, po flasim për Çekin, është një ekip shumë i mirë që ka eksperiencë në Europë dhe
nuk do jetë as pak e lehtë, prandaj edhe unë më parë thash që angazhimi dhe fokusimi në këto dy ndeshje duhet të jetë maksimal. Në grumbullimin që kaloi ne thjesht bëm detyrat e shtëpisë, sepse ishin dy ekipe që ishin nën nivelin ton, por nga kjo gjë, nga kjo arritje nuk duhet kënaqemi, duhet mendojmë tani që është më se normale që ne duhet fitojmë Çekinë dhe Poloninë. Nuk është e vërtet. Kjo është java tani që do dalin burrat në shesh, duke filluar që nga ne në fushën e lojës, po ashtu ne kemi edhe nevojë për mbështetje, sigurisht që edhe t'juve, po edhe tifozave kudo, sepse vetëm se duke qenë një trup i vetëm ne mund t'i arrijmë kësaj ëndre që të gjithë kemi. Mendoj që është një ekip që ne do vuajmë shumë për të marrë rezultatin pozitiv, por nga ana tjetër ne jemi gati, siç e tham, kemi shënuar, sulmuesit kanë shënuar, mesfushorët kanë luajtur, mbrojtësit po ashtu kanë minuta, çdo lojtar ka minuta, jemi në një moment shumë të mirë, por ndeshja, fusha e lojës do ta tregoj dhe ajo çka unë jap më shumë rëndësi është angazhimi. Nëse angazhimi dhe shpirti në fushë do jetë maksimum dhe ju asiguroj që kjo do jetë, se çdo njeri një lojtar mund gabojë një pas, mund gabojë një goditje, kjo varet nga karakteristika e një lojtari, por shpirti në fushë nuk do të mungoj. Dhe këtë unë, duke qenë se jam edhe i pari që po dal këtu që po flas, kjo gjë nuk do t'i mungoj kombëtares, shpirti i garës dhe angazhimi në fushë. Brikena Kuka, Radio Televizionin Shqiptar. Si ka thënë, ju i keni shënuar një herë Çekisë në ndeshjen miqësore që ka zhvilluar në 2021. Do donit ta përsërisni këtë dhe ndoshta të dëshironi që goli të ishte edhe vendimtar? Po e them në anglisht too good to be true, you know. Ai goli që kam bërë me Çekin ka qenë një nga golat më të bukur të karrierës, sigurisht që me përsërit një diçka të tillë do ishte një kënaqësi e veçantë për mua, por ai ishte thjesht një ndeshje miqësore, nuk mund të ngel tek e shkuara, si me Çekin, po ashtu dhe me Poloninë, të dyave i kam shënuar, por fatkeqësisht njëra ishte ndeshje miqësore dhe me Poloninë goli nuk kishte vlerë sepse u mundëm në atë ndeshje. Kështu që do preferoja nëse unë apo dikush tjetër të shënoj një gjys goli, edhe të merrnim 3 pikë, kjo do kishte më shumë vlerë. Orientohet televizioni Klan. Koli, për të arritur te goli duhet një punë shumë përgatitur për këtë ndeshje shumë të rëndësishme? Po, janë shumë pak ditë, 3-4 ditë deri në ndeshje e parë, por në për klube unë mendoj që lojtarin e bën klubi dhe stërvitja që bën për ditë e klubi dhe performanca që bën te klubi. Dhe nga kjo gjë, mendoj që gjithë lojtarët janë të gatshëm dhe jemi, edhe pse tani pak ditë me kombëtaren, mendoj që filozofinë e trajnerit pothuajse e kemi marrë 100% dhe e kena kuptuar se çfarë kërkon nga ne. Kemi një stil loje tashme që po e aplikojmë që nga dita e parë e deri tani, dhe besoj që edhe pse janë shumë pak ditë, ne tashmë kokë e kemi se çka kërkon trajneri. Ajo që ne na ngele tani është që ta aplikojmë fushë. Elvis Rexha, Supersport. Sokol, ke qenë pjesë e kombëtarës në Europianet 2016-s. Çfarë frymëzimi ka ky grup nga ajo ecuri dhe e shet të mundur arritjen e objektivit? Tani frymëzimi është, besoj që ne nuk jemi kombëtare që e arrijmë Europianin apo botërorin çdo 2 vjet apo çdo 4 vjet. Kështu që ku ka frymëzim më të bukur që jemi kaq afër. Kemi qenë për botëron, të kujtoj me Poloninë atë ndeshje brenda që e humbi, që ndoshta një ndeshje mund të ndryshonte fatet e botërorit për ne, por tashmë kemi përsëri mundësinë që të realizojmë një ëndër që është ëndër për ne, për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, dhe ky është frymëzimi më i mirë, sepse kemi arritur vetëm një herë dhe kemi mundësi për ta bërë për 2-ën herë. Tani mendoj që për të arritur këtë gjë, këto 2 ndeshje janë shumë të rëndësishme, më thënë më të rëndësishmet. Unë nuk dua të flas vetëm për ëndrën për të kualifikuar, sepse janë ndeshjet që
mund të hapi punë ndeshja e fundit që është me Ishujt Faroe apo me Moldavin mrapa. Por duke qenë se ne kemi një target sakt dhe të qartë që ne duhet të kualifikohemi, atëherë do të nisemi që me ndeshjen me Çekin dhe të harrojmë ndeshjet tjera. Me ndeshjen me Çekin ne duhet futemi në fushë për të marrë rezultatin maksimal. Rezultati maksimal janë 3 pikët dhe nëse nuk e arrijmë atë gjë, të mos dalim të humbur. Kjo është gjëja që kemi në dorë tani në këto momente. Okej, atëherë do të vazhdojmë me pyetje për Bajramin. Faleminderit Cikaleshi. Po Kristi. Nedim, përshëndetje. Keni qenë protagonist në 2 ndeshjet e fundit të qershorit duke shënuar 2 gola. Ndërkohë tani luajmë me 2 kundërshtar më të fortë. Çfarë Nedim Bajram presim në këto 2 sfida? Përshëndetje. Po, isha shumë i lumtur që i dhash 2 golla, tani me Çekien e kena një ndeshje shumë të vështirë. E dina që është një kundërshtar fizikisht i fortë, po ne përgatisim ndeshjen sa më mirë, jena të gjithë çunat gati edhe e japim maksimumin për këtë ndeshje. Bajram tjetër, më aktiv, protagonist. Çfarë ka ndryshuar në këto muaj? Kum folë dhe me trenerin edhe më kanë ndihmu shumë, kam ndihmu mentalisht edhe jam shumë i lumtur që ka ardhur Silvinjo këtu. Edhe duhet vazhdoj kështu që me këtë ndeshjen me Çekien ti ndihmoj skuadrës edhe një herë, po më rëndësi është që ti marrim 3 pikë, nëse si thatë Cika, nëse si marrim 3 pikë, më rëndësi është mos me hup ndeshjen. Në Aslani jeni larguar nga Empoli, keni lënë Ismailin vetëm, ndërkohë ai ka gjetur 2 zvendësues, Shpendin dhe Berishën. Keni folur për këtë pjesë, jeni nga smordisi? Po, me Aslanin edhe me Ardianin folim çdo ditë, po jam shumë i lumtur që edhe Berisha tani e ka gjetë skuadrën, edhe luajti shumë mirë, po më rëndësi është tani loja me Çekien, jena gjithë gati, gjithë çunat kanë minuta në këmbë edhe kjo është më rëndësi për ne. Ka një sensibilizim shumë të lartë të tifozëve për t'ju mbështetur, qoftë me ndeshjen me Polonin që është stadiumi sold out, po edhe me Çekin, duket se është e kaluar numri i tifozëve që janë miq në stadium. Rreth 2000 të tillë, si ju bën të ndiheni, ju jep më shumë presion apo ju motivon më shumë për këtë sfidë? Besoj se presion nuk jena ne, na motivon më shumë edhe jena shumë të lumtur që vinë gjithë tifozët në stadium edhe na ndihmojnë. Nedi, përveç faktit që Shqipëria ka nevojë që i gjithë grupit të jetë në formë në mënyrë që të kemi rezultat. Nga ana taktike, nga ana strategjisë së ndeshjes me Çekin, kush repart do ta ketë ngarkesën më të madhe ose më mirë, kush repart duhet të jetë në formë që ta zgjidhë ndeshjen? Besoj se gjithë duhet jena në formë, nuk ka ti një lojtar ose 2 lojtarë që e ndryshojnë lojën. Gjithë skuadrat duhet të jenë në formë edhe ta përgatisim ndeshjen sa më mirë edhe ta fusim shpirtin në fushë. Nedim, përshëndetje. Çfarë ju kërkon trajneri për këto 2 ndeshje, ose më saktë për ndeshjen me Çekin? A keni folur paraprakisht përpara se të zbrisit në fushë për stërvitje, pra çfarë kërkohet nga skuadra? Mund na zbulosh diçka? Çfarë kontare do të shohim? Unë s'kam folur akoma me trenerin se erdha gjë, po besoj që gjithë çunat ne jemi gati të përgatisim ndeshjen sa më mirë, ta japim maksimumin edhe e dina se Çekia është një skuadër shumë e fortë fizikisht, po ne jemi gati. Mirë, atëherë kjo ishte pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë për pranimin dhe ju uroj gjithë mirat.